Përshëndetje miq të nderuar. Në Köln të Gjermanisë po zhvillon punimet panairit ndërkombëtar dentar IDS-41. Në panair morën pjesë rreth 2000 ekspozues nga 60 vende të botës me produktet e tyre, pajisjet dhe veglat për prodhimin dhe përkujtesjen ndaj dhëmbëve. Në panair kanë ardhur edhe stomatologë nga Kosova dhe Shqipëria për të njohur me përparimin teknik e teknologjik të mjeteve të punës që merren me prodhimin dhe përpunimin e dhëmbëve në Kosovë e Gjethill. Për më shumë ju ftoj të ndisni reportazhin në Durrës. Firma italiane Basalfix është përkushtuar për të ofruar në treg cilësi të lartë dhe çmime të volitshme. Me çdo implant Basalfix ju merrni një pasaportë që garanton autenticitet, duke siguruar rehati mendore si për përdoruesit ashtu edhe për pacientët. Çdo implant dentar Basalfix është konstruksion me një pjesë disponueshme në mallësi të ndryshme që përmban mbështetëse fleksibile. Ka disa stomatologë në Kosovë që furnizojnë me implante nga firma italiane Basalfix. Lidhur me bashkëpunimin me klientelën shqiptare, Dr. Vard Khatib është shprehur. We have a lot of experience with basal implant and we taking a lot of experience from our colleague Professor Dr. Soshi. Nga bashkëpunimi me Poliklinikën Shoshi kemi mbresa dhe përvoja të shkëlqyeshme lidhur me produktet tona tradicionale. Kurse lidhur me bashkëpunimin me prodhuesin e implanteve Basalfix, Profesor Shoshi ka vlerësuar. Kjo është një kompani nga Italia e cila bën prodhimin e implanteve me emrin Basalfix. Unë kam një bashkëpunim të mirë me këtë kompani sepse implantet e tyre janë implante kualitative dhe preferenca ime për këto implante është shumë e madhe, për shkak se ka 5 vite që bashkëpunoj me këtë kompani dhe rezultatet janë evidente. Janë implante praktike, kualitative dhe procedura të shkurtra të cilat janë të përshtatshme për pacientin si dhe për mjekët. Pjesëmarrja në panairin ndërkombëtar dental është rëndësishme për punojësit e sferave të ndryshme në stomatologji. Pjesëmarrja në IDS ka rëndësinë vetë të madhe, sepse firma nga mbar bota prezentojnë punimet e tyre dhe inovacionet në fushën e stomatologjisë, si dhe mjekësisë në përgjithësi, sa i përket regionit maksilofacial dhe teknikave tjera radiologjike, teknikave laboratorike për punimin e dhëmbëve, urave dhe është garanci të madhe të cekët se prodhimi i implantologjisë ka vërshuar tërë botën dhe interesimi është shumë i madh sepse këto janë gjëra të rëndësishme për pacientët dhe për ne si doktor që të ikim punimeve protetikore të lëvizshme, punimi i protezave që në shumicën e rasteve tani takon historisë. Suksesi në punë varet shumë nga posedimi i mjeteve teknike bashkëkohore. Teknologjia ka përparuar shumë dhe çmimet janë relativisht të arsyeshme, po sa i përket tregut ton, ato janë për të dëshuar për shkak se niveli i të ardhrave në Kosovë, përgjithësi në Ballkan, është më i ulët dhe kemi nga pak vështirësi, mirë po edhe këtu na duhet të ecim në hap me botën përmirësuar. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kam përgatitur kësaj here. Javën e ardhshme ju sjell tema të reja. Mirupafshim.